Roland, përshëndes, kur pritet të një seansa për 3 të arrestuarit që akuzohen për vrasjen e Egli Progës? Për më pak se një ore gjysmë në gjykatën e shkallës parë këtu në qytetin e Korçës do të bëhet njohja me masën e sigurisë me arrest me burg për 3 persona, pikërisht për Voltan Shkollaku, Arjan Manevarin dhe Leonida Gurç. Gjithçka ka të bëjë me ngjarjen që ka ndodhur në datën 10 gusht në qytetin e Ogradecit. Me herët 3 persona të arrestuar kanë pasur masë sigurie personale atë të detyrimit paraqitjes, por prokuroria ka kërkuar që të jetë një masë më shtrënguese për 3 të arrestuarit, pikërisht pasi nga laboratori kriminalistik ku bëdhe ekspertiza e serverave të kamerave të lokalit ku ndodhi ngjarja, u vërtetua përfundimisht se aty kishte ndërhyrje pikërisht në ditën që ka ndodhur kjo ngjarje. Kjo e ka detyruar prokurorin që t'i drejtohet gjykatës shkallës parë në Korçë për të kërkuar një masë më të fortë shtrëngimi, siç është ajo e arrestit në burg, masë e cila u ekzekutua nga policia 2 ditë më parë, dhe sot do të bëhet njohja e të akuzuarve me masën e sigurisë këtu në gjykatën e shkallës parë në Korçë. Ndërkohë që autori është me masë sigurie arrest me burg dhe ai vazhdon të qëndrojë deri në fillim të hetimit gjyqësor në dhomat e paraburgimit burgut Drenovës. Por ajo çka është rrisim të ngjarje për sa i përket gjykimit në gjykatën e shkallës parë Korçë është se sot nuk do të paraqitet prokuroria që ka bërë vlerësimet e para, atë që bëri ndryshimin e akuzës për të arrestuarin për vrasje, por dhe për detyrim paraqitje që dha për 3 të akuzuarit, do të jetë vetë prokuroria e rrethit Dorina Teodori, e cila është ngarkuar për të marrë këtë çështje, dhe do të jetë ajo që do të paraqesi dhe prova të tjera ndoshta për të bindur gjykatën që 3 të arrestuarit qëndrojnë në burg. Kjo është një panoramë e përgjithshme se çfarë pritet të ndodhë sot në gjykatën e shkallës parë në Korçë, pikërisht në orën 12:30. Roland, unë të falenderoj për gjitha këto informacione.